Biznesi yt nuk rrit me strategji, u rrit rastësisht. Dhe tani çka ka ndodhur? Ti je ngecur, ke arritur 6 shifra, por nuk ke asnjë plan se si të shkosh në 7 apo në 8 shifra. Nuk po rritesh, po thjesht po mbijeton. Mbijeton çdo ditë duke shpresuar që gjërat të ecin vetë dhe të rrjedhin vetë. Shpresa nuk është strategji. Bizneset që fitojnë nuk luajnë lojë të vogël, nuk ecin me rastësisht. Ata ndërtojnë strategji rritjeje. Me qartësi, me sistem, me një plan që i çon nga 6 në 7 shifra dhe më tej. Unë jam Eri Business Coach dhe kam ndihmuar dhjetra supermarket të shlirohen nga rrota e pafundit 6 shifrave dhe të ndërtojnë perandori 7 shifra. Pyetja është, a do të vazhdosh të mbijetosh ditë pas dite apo do të rritesh me strategji? Kliko tani para se të kaloj edhe një vit dhe të mbetesh në po të njëjtin nivel.